Ja, pse duhet të pini një gotë me ujë të ngrohtë çdo ditë. Pirja e mjaftueshme e ujit është e rëndësishme për shëndetin e muskujve, lëkurës dhe nyjeve. Uji ndihmon qelizat të thithën mjaftueshëm lëndë ushqyese dhe të luftojë infeksionet. Pirja e disa gotave ujë të ngrohtë në ditë mund të ketë përfitime shtesë për trupin tuaj. Megjithatë, ka pak elementë të tjerë të cilët mund t'i neglizhoni. Nëse konsumoni ujë të ngrohtë në mëngjes, do të keni një tretje më të shëndetshme. Marrja e mjaftueshme e ujit mund të shkaktojë edhe një përmirësim të mirë të tretjes dhe zbrazjen e papastërtive. Uji i ngrohtë prish edhe ushqimin dhe jep një tretje më të mirë dhe lehtëson kapslëkur. Do të ndihmojë në detoksifikim. Uji i ngrohtë ndihmon në detoksifikimin e trupit. Uji i ngrohtë rrit temperaturën e trupit, shkakton djersitje. Djersitja largon edhe toksinat dhe pastron poret. Uji i ngrohtë në mëngjes mund të përmirësojë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Do të ndihmojë në humbjen e peshës, redukton dhimbjet dhe përmirëson gjithashtu edhe sinuset.